Situata krijuar nga moti i keq në zonat e prekura vazhdon të mbetet problematike. Në fshatrat Barbulloj dhe Ril të Bashkisë Lezhë, banorët kërkojnë ndihmë emergjente. Përmbytjes nuk i ka shpëtuar as kisha e Barbullojës, me sa duket nuk mjaftojnë vetëm lutjet. Famulljitari Padre Dario shprehet i shqetësuar. Ka filua me ente, mas dite kur ka filua shiu, pikse para ka hyrë nga mbrapa, nga sakrestia, dhe pastaj me vazhdimin e mbrëmja kemi parë që edhe brenda kishte ardhur shiu. Ndërkohë reshjet intensive kanë shkaktuar dëmtime në infrastrukturën e Gramshit, duke dëmtuar urën e Shëmrizës dhe vështirësuar kalimin e mjeteve. Kaloj pothuaj çdo ditë. Rrezikuar kur bie shira po. Kjo është e vazhdueshme. Po, sa të bie shi, ata ju një sa zavor aty. Erdhën e mbushën me zhavor këto, po ajo s'kërkon vetëm mbushja zhavor, e prapa avaz do ketë. Ndërkohë, Lumi Seman ka dalë nga shtrati në fshatrat e Bashkisë Dimal, duke përmbytur serat bujqësore dhe stanet e baktive. Uji ka arritur deri në 1 metër lartësi në Goriçan, duke dëmtuar prodhimin dhe duke detyruar blegtorët të largojnë bagtit. Këtu pak më poshtë kam një pjesë toke, kam futur disa poshere blep dhe nuk e di, ndoshta janë përmbytur, nuk kam mundësi të shikoj se janë shumë larg. Toka të mbjella kemi mbollëm gruaj u përmbyti tash Lumi, se ça do bëhet për neve. Zoti e bëf mirë. Përmbytjet kanë prekur edhe shtëpitë në 2 fshatrat e qarkut të Beratit, Çiflik dhe Arrez. Uji ka hyrë deri 1 metër në banesa duke dëmtuar orëndit dhe pasuritë. Dëmet konstatohen në 110 banesa dhe 500 hektar tokë bujqësore si pasojë e daljes së lumit osum nga shtrati.